Aksident tragjik në kryqëzimin Varipop Levan Tepelen humbi jetën një 39 vjeçare. Një aksident i rënd automobilistik me pasojë vdekjen e një 39 vjeçare e ka ndodhur mëngjesin e sotëm në kryqëzimin që lidh fshatin Varipop me autostradën Levan Tepelen. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, por edhe atyre zyrtare nga Drejtoria Vendore e Policisë, një autovetur tip Kia që drejtohej nga një shtetase 39 vjeçare identifikuar si Nertila Abazaj ka dalë nga rruga e fshatit Varipop për të hyrë në autostradën Levan Tepelen. Në momentin e hyrjes në autostradë, automjeti i saj është përplasur nga një furgon që po qarkullonte në këtë aks rrugor. Si pasojë e goditjes së fortë, 39 vjeçaria ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa drejtuesi dhe pasagjeri që ndodheshin në furgon janë transportuar drejt Spitalit Rajonal Fier për të marrë ndihmë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas aksidentit në vendin e ngjarjes kanë mbritur shërbimet e policisë dhe patrulla e qarkullimit rrugor për të normalizuar lëvizjen e automjeteve në këtë segment. Gjithashtu janë thirrur dhe shërbime zjarfikse për të bërë të mundur nxjerrjen e trupit të viktimës nga automjeti. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit tragjik.